të fanoroj për pyetjen. Kësaj radhe, fjallën për kandidaturat e kanë patur, si që keni pa vetë, antarësia e Partisë Demokratike, në primare të organizuara në përgjegjësinë direkte të udhëheqësit të qarkut. Kjo është e vërteta. Asnjë kryetar qarku nuk ka patur asnjë ndërhyrje nga Sali Berisha apo kush tjetër, por ka qenë ai udhëheqës fuqiplot i procesit të primarëve mbi bazën e kriterëve të caktuara. Kështu që listat pak a shumë i kanë bërë antarët, pra propozimet, natyrisht e kam theksuar, do ketë këto modifikime, gratë është përcaktim statutor, të rritë është përcaktim statutor, dhe e them këtu, përfaqësime me që jemi në rajonal, të ndonjëherë të komuniteteve që për një arsye apo një tjetër nuk kanë pozicion e dur, por që meritojnë përfaqësimin. Ata nuk mund veten pa përfaqësim. Komunitetet të mëdha. Sepse i krijon qarku këto anëtor. Kjo pra do jenë korrigjime fare të lehta. Do ketë korrigjime, sigurisht. Kjo nuk mund diskutohet, se për këto arsye që thash, por nga ana tjetër listat e Partisë Demokratike i ka bërë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japën mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësia.